sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi mund të ndryshoj botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëj një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret pa pushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçkaje që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj dhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prerëspyjeve, i kemi pasur lajtmotiv dhe i kemi lajtmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura nga konteksti, nga sloganet që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira e sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet kthehet në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjera. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër. Për të cilin interesat e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Njeriu mendon se po lufton për diçka shumë fisnike, ndërkohë që është bërë një ushtar në një betejë që faktikisht nuk është më e tij. Ashtu si Fabrice Del Dongo. Ai hyn në fushën e betejës i tërhequr nga magneti i një ëndre fisnike dhe dal nga dal rrezikon të zbulojë shumë vonë se betejë ku përfshi nuk ishte ajo që kishte besuar. Dhe mësimi i Fabrice Del Dongos nuk është të heqësh dorë nga ëndrat, nuk është të heqësh dorë nga dëshira fisnike që të jesh një ushtar i natyrës, që të jesh një vullnetar në mbrojtje të biodiversitetit, që të jesh një një aktivist në kërkim të një harmonie sa më perfekte mes natyrës dhe zhvillimit. Përkundrazi, është të mos lejosh që ëndra të bëhet më e fortë se e vërteta dhe që duke u bërë fanatik të rrëzosh mundësinë e bashkëpunimit me faktet dhe me të tjerë që ti nuk do ta shohësh se mendojnë si ti, duan të njëjtën gjë që do ti. Flamingot nuk ka nevojë për turma të rëmbyra nga histeria e algoritmit dhe të nxitura nga interesa të tjera që nuk janë fare interesat tona, nuk janë fare interesat e Shqipërisë, në një betejë të globalizuar
Jo se bota papritur zgjua e alarmuar për fatin e flamingove, por se bota spostoi në nartë një betej të madhe kundër presidentin e Amerikës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me nartën, dhe gjithë kjo urrëtie dhe ky mllef dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, arsye që s'na interesojnë, krijoi kushtet që të hapet një kanal, një revolucion imagjinar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karrierave të tyre politike apo për partiçkat e tyre të reja që u bën shumë shpejt vjetra, të vogla që duhen të rriten duke hedhur gur, duke fshehur duar, duke nxjerrë një dorë, duke mbuluar një dorë tjetër.